Zoti Islami në fakt doli një lajm që presidenti i Turqisë Erdogan i ka dhuruar një avion kryeministrit Rama. Jo më larg se partije, para 2-3 ditë se mos gaboj në rrjetet sociale doli punëtori i Buqezës dhe tha turku merr çdo ditë 7 kg flori nga minerat e Buqezës. Çdo ditë 7 kg. Kështu që i ka dhënë një llamarin Edi Ramës si kushtojnë gjë Turqisë. Jo më jo ata të marrin thelin të marrin pelin e të lënë një thel, një majgjipore. Ore po na vjedhin të tërë more, këtë e shikojnë kongresmenët amerikanë, e shikojnë partia e qeveria amerikane. Ne do t'ja themi, po atëre çfarë shërbime kanë ata këtu, çfarë kontrolli kanë, çfarë ambasade kanë. Pse nuk i dëgjojnë këto llape që themi neve këto akuza, jo llape, flasim llape kamenes. Pse nuk i dëgjojnë akuzat tona dhe të marrën masa. Jo më zotëri jo, janë ata që e mbështetin Edi Ramën dhe është Soros në Amerikë dhe thot kush doj për mua. Avokat, po nëse Amerika e godet Ramën, e shpall non grata, dhe Rama lidhet me Kinën, me Turqinë, me Rusinë. Ai është i lidhur me Kinën e me Turqinë, e keni gabim, jo lidhet. Ai kokën e ka në Rusi dhe në Pekin, në Moskë dhe në Pekin. Po kemi ndonjë të dhënë avokat, ndonjë informacion apo? Dhe pra ti këtë tregon, çfarë tregon? Kemi ndonjë komunikim? Të lutem. Unë nuk jam zyrat e Ministrisë së Jashtme. As zyrat e Kryeministrisë. Po pra, përderisa po themi avokat, përderisa po themi që ai e ka kokën në Pekin, kokën në Moskë, i bie që të kemi ndonjë analizë se pse po ndodh kjo, pra si e lidhim Ramën me. Të lutem, analiza është e bërë, janë lidhjet e vjetra trashëgimore që la partia e Enverit dhe Ramizit. Ato lidhje janë, ato lidhje përsëritjen, janë shkëputur, për kunraz janë forcuar sa më shumë tani për arsye sepse është janë kundër njëri tjetrit Rusia dhe Kina me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kuptohet që këta do mbështeten atje ku nuk u kërcënohet karrikja. Dhe meqense Amerika i kërcënon karrikën këtij banditi se po se s'ka faj ky mos i kërkojmë llogari gjithmonë Edi Ramës. Ore Edi Rama aty të lumt, ke gjetur një popull idiot që nuk ngrihet. Hallall e paç orti. Orti bandit si hajdut. Hallall e paç, nuk të thonë gjë shqiptar të bjeru, se pak e kanë. Cila është shpresa e fundit e shqiptarëve? Të lutem. Edi Rama nuk mundot asnjë gjë pa ata banditët që ka referotu, grupi piramida që ka ngritur, dhe e mbron policia e shtetit, që të mos e qërojnë, ta zhdukin ndaj nga kryeministria. Po me mbron që ato piramidën po ja heqja vash avokat, po ja heqin piramidën, po ja heqin njerëzit rreth e qark dhe po ngel vetëm në maj. Jo, po çka ka pushtetin e skeçipën, ka policinë me vete, ka gardën me vete, s'ko lëvizje. Hiqja tërë ti po të shari dhe vetëm. Se ka gardën, ka dhunën, ka forcën. Po jam avokat, momentin që SPAK-u, gjykata e posaçme nxjerr një vendim, policia gardë është e detyruar për zbatim se. Kur ta nxjerr atë vendimin. Po presim. Është bërë me dije se Kongresi Amerikan ka sugjeruar që së shpejti do ketë non grata, pra një valë e dytë non grata, ndaj politikanëve, oligarëve të korruptuar në Shqipëri. E gjithashtu, Kongresi Amerikan i ka kërkuar SPAK-ut që të hetojë akoma më shumë tender atë që kanë lidhje me Akshin, me Keshin, me OST-n, e gjithashtu të hetohen edhe ndërtimet e kullave në Tiranë dhe po themi dhe rezidencat bregdetare që janë ndërtuar në jugun e Shqipërisë. Pse avokat? Sepse thash është një vrim në ujë. Sepse çdo që thot Kongresi Amerikan, këtu i stopon Bashkimi Evropian dhe Edi Rama. Dhe ato non grata që do shpallin ata ku që hyjnë në punë. Përse më hyjnë në punë mua si shqiptar? A mi kthejnë do të $1 miliard që do të shkaqsuar Edi Rama në Turqi për aeroplanin e tij? Pikërisht ndër të tjera thoshte i Kongresi Amerikan që të sekuestrohen asetet e personave të korruptuar që SPAK-u i do jetojë. Vetëm ajo po të bëhet jemi në rregull me Kongresin Amerikan. Mirë po këtu Edi Rama nuk i bën ato, nuk i lejon ato punë. Avokat, nëse do Amerika?
ata të Amerikës e kuptojnë që këtu duhet qëruar Edi Rama apo se kuptojnë? Se unë nuk i marrë vesh ata. Ata thonë, si tha një njerë, bjem dhe njerë pa të shoqë, ta. Qish kjo do shpallim në ngrata, do të bëjmë atë, do të sekuestrojmë. Ore meri Putin burg. Mërë vla arresoj që janë mbushur ato zyrat me dengje të mëdha, me dosje dhe me prova korruptive të tyre. Qish kjo do të shpallim në ngrata. E pasaj se shpallim në ngrata, ku që prish puna? Ku që prish gjitha? As kujt. Avokat, edhe të arreston, jo vetëm non grata. Zotri, arrestimet duhet fillojnë nga Edi Rama. Se Edi Rama ka ndoshta kjo është një taktik që arrestimet të nisin nga zyrtar të mesëm, të lartë, pastaj shkohet në nivele më të larta të qeverisë shqiptare. Që pengon të arrestojnë hajdutët, pa më thoni ju? Jo është zotri, jo. Kjo është strategjia e Spakut, avokat, nuk e ndërtojnë në strategjinë e Spakut. Edi Rama ka Sorosin dhe ka Partinë Demokrate Amerikane në mbështetje të plot të tia. Dhe Kongresi Amerikan nuk ka që i bën Edi Ramës derisa ka ata demokratët në Kongres. E pse nuk ka çfarë i bën avokat? Përderisa vendimarrjen e merr Spaku. Se po të kishe çfarë t'i bën, do të kishte bërë deri më sot. Kemi të paktën 4 vjet të fundit që themi Spaku do bëj atë, Spaku do bëj këtë, Spaku ka bërë një vrim në ujë. Avokat, kemi qenë bashkë, kemi diskutuar shumë kohë dhe shumë gjatë edhe veprime që ka bërë Amerika ndaj Ramës, ku edhe e ka izoluar dhe ju keni qenë që keni thënë që nuk shkon në Amerikë, nuk takon zyrtar të lartë, është shpall non grata dhe kjo nuk është gjë e vogël për një kre shteti, avokat, për një kryetar shteti. Kjo nuk është gjë fare në lidhje me ekonominë e Shqipërisë dhe me të ardhurat e shqiptarëve. Kjo nuk është gjë fare në lidhje me boshatirësien e Shqipërisë. Kjo nuk është gjë fare në lidhje me prodhimet bujqësore shqiptare. Nuk është gjë fare në lidhje me subvencione që duhet të bëjë shteti bujqëve shqiptar. Nuk është gjë fare në lidhje me importet e artikujve të helmatisur me hormone edhe me 500 lloj helmesh, si që ishte misri i ardhur nga Serbia, si që ishte qumshi kontaminuar i ardhur nga Serbia. Zotëri, këto duam ne të zgjidhë Kongresi Amerikan. Avokat, asë Roma nuk u ndërtua për një ditë, avokat. E disi ishtë puna, këto mos më thuaj mua, se këtu kemi të bëjmë me gjëra flagrante. Këtu kemi të bëjmë me jetën e një popullit të tërë. Këtu kemi të bëjmë me boshatisjen e një shteti të tërë. Prandaj ju lutem, unë mbaj përgjegjësi për ato që them, qytetarët shqiptarë më dëgjojnë, nuk më duhet mua se i shpallin non grata Amerika edhe çapa sa për kiameti, ku pyesin ta për non grata, Vatikan, pro-Vatikan, bredhin nga udhëqefi, svajtën në Amerikë do vjen në Evropë, çfarë më thënë? Çfarë? Po prapë, po me shpalljen non grata të një kryeministri, pastaj hapi tjetër është dhe arrestimi se është rënja nga pushteti. Kur ta shpallin non grata zyrtarisë Edi Ramën, atëherë do flasim. Tani nuk është shpallën, ata merren me këta biçeqet e vegjël. Jo zotëri, jo. Ju duket sikur nuk keni besim te politika amerikane dhe çfarë po bën Spaku. Shoh një stepje. Të lutem, deri tani nuk ka bërë gjë në lidhje me këto që thash më lart. Sa avokat, pak janë arrestime në Aksh, është arrestuar, po themi si thuhet edhe në media, njeriu i besuar i Ramës, Ergys Agasi, është arrestuar drejtoresha shumë e rëndësishme e Ramës, drejtoresha e Akshit. Po ministria dhe zvëns kryeministria, përse nuk arrestohen? Është pezulluar nga detyra, është në hetim, janë kontrolluar biznesmen. Jo më larg se sot, avokat, jo më larg se sot kemi kontrollin e 3 banesave dhe zyrave të 3 biznesmenëve shumë të rëndësishëm në Shqipëri, që janë emra që janë në gati që ne kemi cilësuar edhe si oligark. Pra nuk është pse nuk po bëhet asgjë në pjesën e hetimeve, në pjesën e po themi kërkimeve, në pjesën e ndoshta edhe të arrestimeve. Dhe ndoshta ta janë hapa që po shkohet avash me qetësi, me durim, drejt një vendimi më të madh. Siç ndoshta mund ta lexojnë gjithë. Edhe të mbajnë qetësinë,
të mbajnë dhe durimin, të vinë me i vallar këtyre zotërinve, të rinë ata të vazhdojnë të vjedhin akoma më shumë, të ikin dhe ca shqiptarë të tjerë, të vinë dhe ca ushqime me hormone nga Greqia dhe nga Serbia, të boshatiset dhe ca Shqipëria, edhe avash, ka problem. Jo më zotëri jo. Jo zotëri jo, s'ka punë prava. Ore Shqipëria ka marrë rrokullimin, jo është në buzë të greminës, ka marrë rrokullimin, por rrokulliset. Shqipëria po rrokulliset, po ikën. A nuk e shikoni si shpëtim këto lëvizje që po bën Spaku? Zotëri, ato lëvizjet e Spakut janë aspirina. Nuk po arrestohet koka e korrupsionit. Pse Spaku dhe pse Amerikanët lejojnë që edhe nuk bëjnë pyetjen, lidhur me Arben Ahmetin nuk bëri asnjë gjë, Edi Rama e la dhe iku edhe e përduri. Pse se lëshon Belindën? Këtë pyetje t'i bëjnë Amerikanët para se ta shpallin non grata. E more vesh. Pra, këtu është problemi thëmre Akilit me Amerikën. Pse nuk i kërkon llogari për Belindën? Pse nuk arrestohet Belinda? Avokat, ndoshta s'ka mbaruar asgjë, se do shpallë vendimi i gjykatës kushtetuese, do ketë hetime të tjera. Zotri, pse ka dy masa dy qëndrime kryeministri i lidhur me zvendësat e tija? Pse për Arben Ahmetaj nuk bëri asnjë lloj kundërshtimi, ndërsa këtu na qaja na ulëre tani ai pa fytyrë, ai bastard njeri që vetë thot po përplasen institucionet. Pse me Arben Ahmetaj nuk po përplasen institucionet? Ku ti thot ai? Pa ai gënjen budallet janë në rrugë, jo mua.